Përshëndetje të dashur miq të mi. Ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin, pikërisht këtu në kanalin Monitor TV, për të bërë një analizë të detajuar rreth ngjarjes që në fakt ka ngritur hamendësime tek publiku shqiptar. Kam patur mesazhe të shumta. Tiranë si po e komenton situatën mes Mateos edhe Brikenës. Çfarë konkretisht është duke ndodhur tek ky çift? Tani, unë jam munduar që ta analizoj qartë gjën, nuk ka patur, do me thënë, asë një lloj reagimi, nuk ka patur asë një lloj zhvillim. Nuk mund të them, do të gënjeja vete në qoftë se do të thoja që Mateo dhe Brikena nuk janë në dieni të situatës, që Mateo dhe Brikena nuk lexojnë komente, që Mateo dhe Brikena nuk dëgjojnë se çfarë në fakt flitet për to. E dhimbshme është fakti që ne po komentojmë këto gjëra. E dhimbshme është fakti që ne po flasim për një mundësi për ndarje, por një reagim që mua më ka tërhequr vëmendjen jashtëzakonisht të madhe është që edhe motra e Mateos, Casey Bori, me një investigim të vogël që unë kam bërë në fakt, duke bërë një searching të situatës, e kam parë që e ka mbyllur Instagramin e saj dhe ka hapur një Instagram profil me më pak followersa që ndiqet vetëm nga Mateo Bori. Tani çfarë mund të ketë qenë i gjithi ky problem që Mateo dhe Brikena kanë vepruar në këtë formë dhe Casey ka mbyllur Instagramin. Më thonë, nga kërkimi im më rezultoi që Casey nuk ka Instagram aktiv, edhe pse kishte me 28.000 apo 29.000 ndjekës Instagramin e saj. Në me thënë, duke që situata është serioze, apo është një marrëveshje treshe kjo, që të veprojnë në këtë formë që të komentojnë pafund. Në me thënë, jemi mes dy rrugëve. E para njëherë, Brikena dhe Mateo mund ta bëjnë këtë gjën për të arritur që të marrin shikueshmëri dhe për ta bindur produksionin e televizionit Top Channel, konkretisht të Shizon Top, që ne kemi një super fuqi jashtëzakonisht të lartë dhe mundemi të bëjmë një shikueshmëri të tillë, që do me thënë të gjithë të flasin për ne, të gjithë na komentojnë ne, dhe normal, tani edicioni i radhës si Shizon Top do t'jetë të tepër i ndjekur për të parë se çfarë do të thotë Brikena, nëse pyetet nga Sara në këndin e moderatores si do ta komenton këtë gjën dhe çfarë do të fletë, sepse Sara e quajti Mateon partnerin e saj të jetës. Sepse lëvizjet këtu e para i ka bërë Brikena. Brikena ka ndryshuar foton e profilit, Brikena ka hequr nga Instagrami Mateon, por çuditërisht nga Instagrami ka hequr dhe Mateo Brikenën, por nuk e ka ndryshuar foton e profilit. Që kjo mund të thotë që këto të dy nuk e kanë hequr njëri tjetrin, thjesht e kanë bërë njëri tjetrin që të mos të duket, e kanë bërë privat ndjekjen e njëri tjetrit, që mos ketë mundësi ta shikon njëri, dhe janë duke bërë një lojë që do me thënë të luajnë me të gjithë publikun shqiptar, që unë e kisha rekomanduar që ta ndalojnë këtë lojën, sepse pastaj publiku do të jetë karma për to. Do t'ju akmeret e para në qoftë se bëhet kjo gjitha për klikime. Sepse do të thoni, po pse ti Tiron thua që bëhet për klikime? Po derisa nuk ka asnjë lloj reagimi nga ana e Brikenës dhe Mateos për të gjithë këto thashë theme që po ndodhin dhe për ndryshimet që kanë bërë ato në marrëdhënien e tyre, normalisht që na asocon të mendojmë se kjo bëhet për klikime, sepse në një retro të tillë ka ndodhur edhe më herët nga ish banor të Big Brotherit, që kanë bërë situata të tilla që nuk u kanë dalë në favor. Me thënë, përkundrazi kanë dëmtuar këto lloj situatash, sepse publiku është ai që të mban në skenë dhe ti me publikun duhet të jesh transparent për gjën tënde që po ndodh, sepse je figurë publike. Dhe nga fakti që ti je figurë publike, do me thënë ti edhe mund të komentohesh, edhe mund të flitet për ty, do me thënë mund të ndodh gjithçka në situatën tënde. E para, e dyta, mbyllja e Instagramit të Caseyt është një tjetër gjë, do me thënë një alarm tjetër se çfarë po ndodh realisht. Tani, ose Casey nuk dëshiron më të jetë figurë publike edhe pse ka qenë shumë aktive, do me thënë ka nxjerr foto, ka nxjerr reelsa, ka postuar mesazhe të ndryshme, pretendonte që do të ishte një banore e Big Brotherit të ardhshëm 2026, më thënë ka patur shumë ngjarje realisht edhe në jetën e saj, por unë mendoj që Mateo dhe Brikena
thjesht janë duke e bërë këtë situatën vetëm e vetëm për klikime, mendoj unë. Tani, duke njohur tipin e Brikenës që ishte njëri që i mbette hatri shumë me Mateon, nuk ma merr mendja që Brikena tani ashtë të takohet 2 ditë përpara me nënën e Mateos, do të thënë janë ngjarje që ka ndodhur në një afat kohë rekord. Do të thënë, akoma si janë bërë 48 orë që Brikena ka takuar nënën e Mateos, Brikena ka fshirë Mateon nga Instagrami, Brikena ka ndryshuar foton e profilit, do të thënë sikur diçka ka ndodhur në takimin e tyre dhe këto janë grindur pafund dhe kanë bërë këtë gjë. Gjithsesi, do të thënë jemi në një pikë ku ne e dim shumë bukur që ato të dy janë bashkë, se po të mos ishin bashkë Mateo nuk do ta mbante foton e profilit. Tani unë pres që edhe Mateo ta ndryshoj foton e profilit sepse ka ndryshuar Brikena për ca ditë dhe pastaj do të thënë do ngrihet alarmi edhe më i madh, zërat do riten dhe më shumë. Nuk më pëlqen kjo përzgjedhje për të qenë te publiku, nuk më pëlqen mua kjo situatë sepse mendoj që nuk është e bukur të luhet me ndjenjen e publikut, po gjithsesi Brikena dhe Mateo kanë vendosur vetë të jenë pjesë e kësaj situate. Tani Brikena vazhdon të jetë, do me thënë pjesë e She's on Top, me patjetër që i bie ditën e nesërme ose brenda të shtunës duhet të xhirohet puntata e radhës, do të shohim se çfarë do të jetë, çfarë do të thotë Brikena, do të kemi të gjithë sytë te She's on Top për të ndjekur reagimet e Brikenës, por unë mendoj që Brikena dhe Mateo janë jashtëzakonisht mirë, ndoshta Casey mund të ketë bërë rrjetin e saj social deaktiv për disa ditë dhe më pas do të kthehet përsëri tek publiku shqiptar. Mendoj që e gjitha kjo do të thënë është ajo ndoshta rruga e tyre që duan profilet e tyre, edhe kjo mund të ekzistojë, që profilet e tyre do të thënë zyrtare t'i kenë vetëm për punën e tyre dhe mos të postojnë nga përditshmëria, dhe normalisht kanë bërë këtë gjë, por edhe në qoftë se ekziston opsioni i tretë që Brikenës mund t'i kenë mbetur hatri për një zëng nga ana e Mateos apo për një lëvizje nga ana e Mateos, mua më duket jo normale ti të shkatrosh ndjenjën tënde, dashurinë tënde, do të thënë hamencim është kjo. Nëse Mateo ka bërë një lëvizje që ty nuk të ka pëlqyer apo ty të është dukur në atë moment, një lëvizje kot, një lëvizje pa menduar dhe një lëvizje që ty të ka krijuar një lloj nervoze apo acari. Do të thënë ka shumë pikpyetje në marrëdhënien e Brikenës dhe Mateos, ka shumë pikpyetje në çiftin, publiku është shumë kureshtar të di gjithçka, po deri më tani do të thënë nuk ka patur zhvillime rreth ngjarjes së tyre, rreth marrëdhënies së tyre, rreth momentit të tyre që ne e presim me shumë dashuri dhe shpresoj që shumë shpejt do të thënë Mateo dhe Brikena do të na vinë me situata që të marrim atë, si më thënë, na japin do të thënë atë shpjegimin se çfarë në të vërtetë ndodh në marrëdhënien e tyre.